Ata arritën të blejnë votin e tyre, por nuk do të arrijnë të mobilizojnë masën serbe. Presim provokacione, provokime të tjera nga lista serbe, të vazhdojnë linjen Miloševićane për destabilizimin e Kosovës. Lista serbe do të vazhdoja me këto veprime për fat të keq, nuk do të përfaqësoja qytetarët serb. Për fat të keq, Beogradi nuk ka hequr dorë nga politikat e tij agresive ndaj Republikës së Kosovës. Dhe lista serbe është dora e zgjatur të këtyre politikave, të Vučićit, të presidentit serb, që e dëshiron çdo çmim destabilizimin e Kosovës, minimin e rendit politik, rendit institucional, rendit demokratik të Kosovës. Lista serbe do të vazhdoja me këto veprime për fat të keq, nuk do të përfaqësoja qytetarët serb, qytetarët tjerë të Kosovës, por do të vazhdoja që të jetë një vegël e fortë në duart e Vučićit, në duart e qarqeve shoviniste serbe. Është pa evitueshme ndonjë mënyrë për fat të keq, sepse nëse do të regjistrohet, nëse do të ndalohet lista serbe, kjo do të shkaktonte shumë probleme edhe me faktorin ndërkombëtar. E dim që insistojnë lista serbe të marrë pjesë në zgjedhje, të jetë aktive në jetën politike në Kosovë, dhe mua më qetëson edhe një gjë, Vučići një ditë do të rrëzohen nga pushteti, por pasardhësit e tij do të vazhdojnë linjen Miloševićane për destabilizimin e Kosovës, për destabilizimin e vendeve fqinje, sepse Serbia nuk ka hequr dorë nga politikat e saj shoviniste dhe agresive, vazhdon me avazin e vjetër dhe nuk shoh për një hapësirë për mirësime në vitet në vim. Presim provokacione, provokime të tjera nga lista serbe, që do të bëjnë gjithçka të mundshme që të pengojnë procesin demokratik, që të privojnë qytetarët serb, sidomos në komunat e veriut të vendit, që të mos marrin pjesë në proceset demokratike, në proceset institucionale të Republikës së Kosovës, që të mbahen në izolim. Edhe lista serbe do të përdor të gjitha mundësit për veprime të tilla antikushtetuese, antishtetrore, me qëllim destabilizimin e Kosovës, me qëllim minimin e sarmës së saj demokratike. Kthimi i tyre në kupton një kthem administrativ brenda ligjeve të Kosovës, dhe por me një situatë të re në veritë e vendit dhe në gjithë Kosovën, përderisa në të kaluarën qeverisja komunale realisht ka qenë fiktive dhe jo ekzistente komplet, për tani është qeverisja komunale mund të jetë shumë e prekshme për qytetarët serb, sepse në të kaluarën realisht vereu i vendit, sidomos është udhëhequr vetëm nga bandat kriminale, të udhëhequr nga Radioqedović, Srenović dhe persona të tjerë, ndërsa tani qeverisja komunale atje mund të bëhet vetëm nga kryetari i komunës dhe organet e zgjedhura me votë, ndërsa çështjen e sigurisë kanë organet e sigurisë, të cilat ata kanë edhe me legj. Pra nuk mund të flasim për një çështje e cila mund të rikthej vendin para vitit 2021, por thjesht mund të themi që tani edhe persona nga vetë lista serbe mund ta kenë ndoshta me të lehtë udhëheqjen, përderisa në të kaluarën kanë pasur një bashkëpunim me banda kriminale. Sigurisht që do të ketë provokime nga ana e tyre, do të ketë propaganda të ndryshme, mund të bëjnë gjeste sa për këtë çështje së flamujve ose gjëra të tilla, por janë çështje shumë ceremoniale të cilat do të mund ta dëmtonin çështjet e sigurisë dhe sektorin e sigurisë. Po votat janë të fabrikuara, votat janë të blera dhe secili
secila familje serbe është e prekur në një formë apo tjetrën nga Serbia, qoftë nëpërmjet parave, shantazhet apo formave të ndryshme. Ata arritën të blejnë votin e tyre, por nuk do të arrijnë të mobilizojnë masën serbe, sikur në rastin e Ponit, as në rastet e tjera, që të dalin për qefit e Beogradit zyrtar për në përkrajtjen e ndonjë destabilizimi eventual. Madje u pa që tashme lista serbe, edhe pse i fitojnë 9 nga 10 komunat, megjithatë në këto komuna ka 10 deri në 20% rënje të votës në secilën komunë. Përderisa në të kaluar kanë shkuar deri në 97% fitoret e tyre, tani ato arrin 10 deri në 20% me pak në secilën komunë. Kjo i bie që komuniteti serb, edhe kur janë detyruar të votojnë në forma të ndryshme, megjithatë ata nuk e japin një përkrahje blanko për qefet e Vučićit.